Të gjithë kemi akuzuar Edi Ramën që nuk ka bërë mjaftueshëm për pensionistët, por kjo nuk është e vërtetë, se të paktën për një prej tyre Edi Rama ka bërë shumë. Ky zotëria këtu është Ektora Galliu. Edi Rama e ka bërë pronar të koncesionit të portit të Vlorës, një aferë prej 60 milion euro. Po, Edi Rama dhe Belinda Balluku, e pandeura Belinda Balluku, kanë marrë Ektora Galliun dhe e kanë bërë pronar të një koncesioni prej 60 milion euro. Ektora Galliu është magazinier, pensionist, 70 vjeçar dhe duan na bindin që ky do ndërtoj portin e Vlorës. Kjo është çmenduria. Kështu vidhen parat qytetarëve shqiptar pavarësisht hetimeve të Spakut, pavarësisht se Belinda Balluku është shpallur e pandehur nga Spaku, Edi Rama vazhdon dhe vjedh parat të qytetarëve shqiptar. Por ndërkohë që ne presim dhe është e sigurt që Edi Rama do shkojë para drejtësisë si gjithë të tjerët, ne duhet të vazhdojmë të merremi me alternativën tonë politike. Duhet të vazhdojmë të merremi me projektin tonë politik për t'i dhënë Shqipërisë më në fund një qeveri të pakorruptuar. Prandaj ju ftojmë të gjithëve të na bashkoheni. Është shumë e rëndësishme. Nuk është e lehtë, por nuk është e pamundur.